Në vazhdimin e seancës konstitutive me 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 dhe 17 maj 2025, subjektet politike PDK, LDK, Lista Sërbe dhe AK-Nisma nuk kanë propozuar antar për Komisionin Zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit kuvendit. Për formimin e Komisionit Zgjedhor nuk pati quorum për vendimarrje. Vazhdojmë sot pra me pikën e 3. Ftoj PDK-n që të propozoj një antar, një deputet për antar të komisionit. Nuk ka. Ftoj LDK-n të propozoj një deputet për antar të komisionit. Ftoj Listën Sërbe, propozoj një antar të komisionit. Ftoj AK-n dhe Nismën që propozoj një antar të komisionit. Me që s'kemi propozime, atëherë lus deputetët që me ngritje dore të deklarohen për Komisionin Zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit. Kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? Kanë votuar 52 deputet për, kundër 1, abstenime nuk ka. Shihemi me 21 në orën 11.